Ktu në këtë moment ka lindë djathtë në Shqipëri. Dhe në këtë moment rregullohet dhe Saliu, dhe Salia, dhe tërë llumi i pushtuesve që kanë ngel nga Turqia, Roma, gjitha ato të lirët që kanë ngel kjo parti të shti. Ky është fakt. Dhe kush mundohet, po ta shikosh, kush deli jashtë këtij formati, të më që zgjohet i moment, flet normal, edhe unë kam pas persona që masi kanë bërë një pa e ditë vetë personi. Në ka ik nga ky llumi, kanë wow, sa llumë që e kanë këta. Dhe po të shofësh, çfarë do të flasun? Pavarësisht se sa logjikshëm ose sa e egzagjerojmë me fjalë që të kuptohet thelbi, çfarë bën një që del nga PD-ja për këta? Amarildo. Nuk ja po dot as zoti. Jo, Amarildo. Neve mbajmë si tradhtarin më të madh të kombit Esat Pashtoptanin. Esati nuk kishte shans të fitote që quhen të primaret në PD. Nuk do rrite me salën e Esatit, do t'i vitë turp. Me sinqeritet do i vitë. Jo, me sinqeritet. Pasha ka më fare. E kam bërë me veten time. Po. Esat Pasha nuk ka thënë kur që Shqipëria është llumi i llumit, se narkot të shtetit thia llumi i llumit. Bravo. Esat Pasha nuk tha kur që du me i falë një copë Shqipërie t'i premtote Greku si që i premtoj ky detin. Që tha, po fitova zgjedhjet, tha, do zbatohet ajo marrëveshja e detit. Do me thënë, asnjë Po pse vetëm atë? Është një gjë shumë më faqe në depres, jo, që të ndepres që të mbështes. Është një shorts që kam marrë unë nga një kanal tjetër, ku ka fol Dritan Goxhaj. Dritan Goxhaj. Është një djalë ndër më të mrekullueshmit, në shqiptarët më të bukur që ka, pavarësisht ku pranoj, ku s'pranoj gjë që thotë. Po është me zemër është shqiptar tamam. Dhe po shkurtoj. Beleri e ka pohuar vetë, pra ka tashti dhe prova nga vetë Beleri, pavarësisht se e ka provu një formë tjetër, që është një nga tentatorët e peshkëpis. Dhe ti e kisha në krah deri ditën e fundit. Në këtë moment, përveç se një shtet si Shqipëria, që kemi ardhur nga ajo 44, që akoma nderojmë, se ne si popull, këto 30 vjet kemi nderu çdo lloj halje të pushtuesit. Domethënë, kush i ka shërby Amerikanit, ne e ka i lapidar diku. Kush i ka shërby Grekut, ja kanë vënë i lapidar me i vend. Nuk janë nda këto, siç duhet ndahet për i komp. I kom normal jo? Më kuptove, bravo, për i komp. Sepse, për shembull, mos të kesh, në qoftë se unë do visha, të bësha kryeminist, unë të mesha kush ka qenë, si më të them, ai si quhet ai varktari që ka qu në Itali më shumë. Ai skafisti më të mirë të Vlorës dhe bësha monument mund Vlorë. Ka thënë një herë ishte një taksigji në Gjirokastër, në ato që çoshin ilegalët në Greqi. I jepshin në lek politit grekën. Edhe u rastisht më ndodhën tavolinë më të, se ishte nga Dunavati, nga Gjirokastra. E i thash, që ke punuar? I thash, që punon, taksi? Po qa, po shoj njerëz ande ma tanë. Ke shuar më shumë se Ministri e Migracionit, kam shuar vetëm unë. Eksaktësisht. Ky për shembull, emrin e këtij taksisti. Kemi pasur një Ministri e Migracionit dikur me. Që nuk çoj vetëm ca veta, dhe ata i çoj diku nga Katari që u kthyen të llahtarisur mbas 10 ditësh ata se ishin në kushte skandaloze. Por që ta pata fjalën për Saliun, mbasi bëra një llogari, më rezultoi që ne kemi shpallur tradhtar të papelushëm, njerëz të cilët kanë bërë shumë më pak se sa Saliu. Eksaktësisht. Për shembull, marrim antarët e regjencës, që janë jashtë masë. Bravo. Jo, u drejtova që do të ngjoj tamam. Antarët e regjencës, në çdo vend të botës, këta janë shpallur tradhtar, bashkëpunëtor me fashizmin. Janë quajtur Quisling. Eksaktësisht. Franca Petenin, heroin e luftës parë botërore, marshallin Peten, e dënoi me vdekje një herë. Pastaj e falën,
pastaj nxorën nga burgu në moshë e vjetër. Edhe këta, po t'i shofësh, në fund të llogarive i bën një çik karshillëk gjermanit. Do me thënë, nuk u treguan shumë të zjarrt në ndjekjen e hebrejve. Bën tentativa që ndonjë ta shpëtonin nga pushkatimi. Floririn ka qenë një punonjës i Ministrisë Jashtme, e harrova emrin. Në mes të bombave e ndoqi deri ku shkoi në Gjermani dhe atë Flori që nëse morëm kurse anglez na bën llogarinë e thanë që keni për të ma dhënë dhe ca të tjera, thanë. Por ai e ndoqi dhe tha janë në fila në vend. Pra edhe këta nuk deklaruan kur që Gjermani bëri shumë mirë që na pushtojnë, që ne jemi një vend muti, të narko shtet muti, e tonë t'jesh, që këta partizanët janë fullësira, janë plera. Po, nështë e kanë thonë dhe këtë, tani, e kanë thonë dhe këtë, që ti mami ta mam, se e the shumë bukur, e di që të gjithë këta që i shërbyn nazizmit, orë që vranë dhe partizan, morë që vranë partizan, morë që torturun partizan. Në 24, po të shpjegoj dhe herë, Shqipëria nuk ishte asgjë. E kështë morë zogu për aqë kohë dhe po mundosh me gjithë mundësin me i dhonë pak qytetërim. Më kuptove? Dhe 21 dhe në 24, nëse 38 dhe në 24, ka qenë amullin në gjithë botën. Pra ti se kuptoje, sepse propaganda në vetë vete është... Se kuptoje nga të shkonte botë? Bravo. Dhe thu, Gjermoni shumë sa të bukur i ka motorët, sa të bukur i ka veshjet e një tjetërën, po edhe fjalët e Gjermanëve ishin ju jeni arian, shkote ke ato serbët, dhe ju jeni arian, shkote ke ato tjetër, dhe ju arian, ti ariana. Po mëftiu i, edhe ti ariana, i mëftiu i Jeruzalemit, edhe ti arian. Në Ukrainë dhe ti arian. Po bjerca ushtarë të ti përdorin si përstop. Bravo, masa ne i morën hebrejt, edhe i bon prap ariana, dhe thotë sulmoni ato të shi, rusët, që gadisin ato, nejse. Pasi e hedhë helmin ti nejsen. Që tjetë aty. Pra, me sinceritet e ka mendu, nuk është mendim tani, është nga to mendime që zgjohem 3 natës, vërtet nuk i vej faj asnjërit nga to. Është një moment psikologik që ti nuk e di çfarë. Shiko, Amarido, edhe unë jam përpjekur të hy në psikologjinë e tyre. Në vitin 44 Gjermania kishte marrë Ferrauradën, po gjithsesi këta ishin njerëz që kishin studiuar në Gjermani dhe vetëm 2 vjet përpara Gjermani kishte marrë përpara gjithë Europën. Kishte pushtuar Francën për një javë. Vuri përpara Anglinë. Hyri i Rusisë i shkoi deri në Moskë. Dhe ti thua, shiko, mund të jetë një moment dobësie, po do rikthehet prapë ky. Dhe të shpëtojmë qa mund të shpëtohet nga kjo Shqipëri dhe Moskapi në një copë tjetër. Jam përpjekur të hyjë te psikologjia e tyre. Nuk më hiqet nga mendja që sepse shembulli më i bukur i tërë kësaj sa them. Një shoku i gjyshit tim ja dhanë sentencën me vdekje. Dhe i thanë thuj fjalët e fundit. Nga Shkodra. Kush? Nga Shkodra. Nga Shkodra. E do dhe shumë gjyshin, shok në ngusht. Edhe shok në ngusht mrena hallit, kur u futën mrena hallit. Nga Shkodra. Ka da sentencën me vdekje? Komunistët? Po. Komunistët do në me vdekje. I kishe shërby okupatorit. Po. E kam parasysh. Dhe ky ka qenë themelusi i Institutit Albanologjik Shqiptar. Fjalët e fundit i tha banda, pa i qujmë si që qujmë këta banda, i tha në thuj fjalët e fundit, se i dënu me përshkatim. Dua të shërbej atë dheutim me dijen time, kjo është dëshira ime e fundit. Hajde shoku, dil nga ky krau dhe u kriju e që theti. Më kuptove? Këto, pra në qofse e kuptohet, edhe në 24-ën e kishte mundësi, 25-ën kishte mundësi të shërbete atë dheut. Dhe të ashti, çfarë ndodh? Jo, se ka i gjotën e. Sepse nuk na lo këtu, se këtu se kupto prap halli që është këto që çajnë bythun edhe në për Facebook, se sa arrin të kuptojnë këtë pjesën tjetër. Kur fillon Mazani nga Gjermani, ti shko ke anglezi,
po shko dhe ke Serbi, po shko dhe ke Greku, po hikën dhe ke Amerikani, dhe hikën edhe ke Bashkimi Sovjetik në fund, jo, shoku, po ti nuk je i gënjur mo, pa ti je këtu, ti je pëdëist. Do më nuk je i djathtë, zemra ime nuk je. Ti se paske bonga hapë, ti e paske bonga qefi, dhe paske veskët. Pra, dhe nga vetë zogu, mos ka bojnë ka qenë një moment që i është kërku diçka, në ato dhe ka thonë, jo, nuk veproj mo. Më kuptove, dhe më thënë, kundra vëndit. Dhe kjo më ka bojnë shumë për shtypje. Pra, nga, le të themi, gjyshi im, një nga gjyshat, ka qenë i dënum në më të qymë nga zogu, pra e shpori zogu nga Tirana, iku, kundërshtari zogut. Pra, dhe tek unë, kuptohem, kur rritesh, është zogu, por në qofë se ti do Shqipërinë, arrit kuptosh që një jo, zogu, pavarësi se qa moti kise për të shovës gjithë zogistat, është njoni më lahtar se tjetëri, të ashti, se këta s'kanë lexuar si gjokë, të rrinë të shajtë komunizmin prap, nuk shohin se qa kanë ndërfat, nuk shohin se qa kanë ndërtu mbretëria angleze, ose qa kanë ndërtu mbretëria holandeze, ose qa kanë ndërtu mbretëria franceze, për këto thonë, qa na boni komunizmin, do më thonë, zogu i vreta. Tishtë gjalla i këta vrizët pa, që drejgjë zhjeni. Se të kanë qenë gjithë shofera, lesha, ku di unë qa mutin kanë qenë aty. Edhe majnë vendë për zogista. Sepse ti zogist, ta mom, ose pak të nga ca gjëra që kam kapu nga i, është që ti të bish pranë vëndit tënë, qëfar mrekullie mund të kësjelin mbretëri diku, ato Dubai, tjetër, ti vazhdo që më boni mu komunitë. Për që sa mrapa i kalon zoti këta. Tu i ka braktis zoti.